Përshëndetje të gjithëve. Mish pule me finok dhe karrota do përgatisim ditën e sotme. Është një recetë që përgatitet shpejt, është e thjeshtë dhe e shëndetshme. Filloj me përgatitjen e mishit të pulës. Mund të përdorni mishin që ju pëlqeni, por unë kam marrë plotësisht pulën, të gjithë mishin e pulës. E vendosëm në një tigan të thellë, duke i shtuar krip, piper të zi dhe erza pule. Natyrisht që në fund nuk do mungoj dhe vaj ullirit. Unë gjithmonë e vendos në skuqe me kapak dhe pula jo vetëm që skuqet, por edhe zbutet pothuajse plotësisht. E vendosim në zjarr, duke ulur temperaturën dhe duke e kthyer her pas here. Në fillim mishi i pulës lëshon lëngje dhe më pas lëngjet thahen dhe pula kalon në skuqe. Pasi mishi është skuqur, e largojmë nga tigani dhe po tek i njëjti tigan do vendosim perimet. Kam 4 karrota, mund t'i prisni në formën që ju dëshironi. Grim 4 thelpinj hudhre. Do presim edhe 1 kilogram me finok. Gjithmonë finoku t'iqet kjo fleta e parë, por me që ishte shumë i madh, unë do preferoj t'ja heq kur ta kem prerë. Në këtë mënyrë i heq fetën e parë. Dhe i vendosim në një tavë. Fetat nuk janë dhe shumë të mëdha, por dhe jo të vogla. Edhe pjesët e ngelura të finokut unë i laj dhe i përgatis lëng perimesh. T'i shtojmë pak krip, do t'i shtojmë fara finoku, jep shumë shije. Do t'a bëjmë pak pikante duke i shtuar disa fara speci djegës dhe piperin do t'i shtojmë kokur piperi, jo të bluar. I shtojmë pak vaj ulliri. Do t'i grim edhe 2 feta limoni, 2-3 feta. Një përzierje të mirë dhe kështu si e kemi, mund ta vendosim në furrë për 30 minuta, por mund ta përgatisim edhe në tenxhere ku përgatitëm mishin. Nëse e keni kohën të reduktuar, atëherë kalojeni në furrë. Unë po e vendos në tenxhere ku përgatita mishin dhe do t'ja bëj skuqjen këtu. E la me kapak për 10-15 minuta. Në fund fare i shtojmë 100 ml verë të bardhë. Sa po të avulloj vera, i bashkojmë të gjithë përbërësit në tavë. Vendosim edhe mishin e pulës sipër. Do ta vendosim në furrë diku tek 20-30 minuta derisa të marrin këtë ngjyrën e artë të kuqe. Pak qethe finoku sipër dhe ja ku e kemi një drekë
të shijshme, të shëndetshme dhe të shpejtë. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.